ndodh që më pyesin kush mendon se do të jetë sfida më e madhe e menjëhershme, nëse ndodh që merrni pushtetin. Dhe përkundër pritshmërisë së tyre apo të shumë personave, unë mendoj se sfida më e madhe janë këto. Çfarë do bëjmë me këto? E sigurt është që duhen rregulluar. Striktshmërisht fort. Ndoshta duhen mbyllur. Ndoshta në Shqipëri kredi duhet t'japin vetëm bankat. Sepse këto nuk japin kredi, këto japin fajde. Japin lek njerëzve që asë dinë se çka kanë, ku punojnë, a punojnë, as punojnë. Dhe në fund kur ata s'paguajnë, shkojnë dhe i kërkojnë tapin e shtëpisë për 1 milion, 2 milion lek borxh. E di që shumë për ju do të thonë që shiko se njerëzit shkojnë aty, gjejnë zgjidhje të momentit kur ka nevojë për lek etj. Ja. Fajtja është si helmi i mbështjellë me letër karamele. Të pëlqen aty për momentin se xhirat e hallin e vogël, por pastaj të fundos si se çon në kokë. Kështu që kjo është sfida më e madhe. Çfarë do bëjmë? Do t'i mbajmë, do t'i mbyllim? Kjo është ajo që më sfidon vërtet. Mendimi për këtë gjë.